Rugova ka pas qatë filozofi që i ka majtë gjithmonë në shpresë, dhe sërë ka ardhë mrena, ka thonë, është puna mirë, se ata e përmenen pavarësin. More përmenen për thonë, s'ka pavarësi, ka autonomi, s'ka pavarësi, kryesorja kanë përmen. Rolin e Sali Berishës, më përmendje edhe rolin e Ibrahim Rugovës, nuk mund e analizojmë të shkëputur për rrethonave të përgjithshme ndërkombëtare, veçanërisht ndikimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Për shembull, kur ju thash unë kemi deshur me regjistruar lëvizjen kombëtare për çlirimin e Kosovës, decidivisht na është thonë që Ministrinë e Drejtësisë, e cila e bën regjistrimin e kësaj organizate, e mirë mban plotësisht ambasada amerikane. Do të thotë qysh na thot ajo, nëse na thonë po, nëse jo. Për me marrë ju miratimin nga kjo ministri, ju du të me pruni vërtetim bre Ibrahim Rugovës. A me kupton situatën? Do me thonë, vërtetimin Rugova du të me thonë po, ministria të ne merë e qënë ambasadë dhe të ju muni mu regjistru. Po pa thonë ajo, nuk muni mu regjistru fare. Edhe tash që aty ka fillu edhe komunikimi me bujarin, më thonë mirë, a mundet kjo, se disha që Ibrahim Rugovës ne jam, a mundet kjo me konë prej bujar Bukoshtit. Sa edhe prej qeverisë Kosovët mundet. Edhe këna shku në bënë, këna marrë atë vërdetimin. Dhe sërish nuk na kanë regjistru. Këtë këto për përmendje, për me të reguë që edhe Sali Berisha e kanë djek instruksionet që kanë djek politika amerikane për kretë Balkanin edhe veçanërisht për Shqipërinë. Do thotë, aje kanë djek një politikë tillë, çfarë është ndjek nga Amerikanët. Dhe derisa Amerikanët kanë thonë që një autonomi substanciale, nëse që kemë prit tjetër që ka me thonë Sali Berisha. Tash, kjo nuk u prit prej Ibrahim Rugovës se kjo është tash këtu mrena. Po këti i është thonë edhe këti gjithmonë që një autonomi substanciale. Po Rugova ka pas qatë filozofi që i ka majtë gjithmonë në shpresë, dhe sërë ka ardhë mrena, ka thonë, është puna mirë, se ata e përmenen pavarësin. More përmenen për thonë, s'ka pavarësi, ka autonomi, s'ka pavarësi, kryesorja kanë përmen. Kjo ka qenë filozofia e këtë politikës së Sali Berishës, natyrisht edhe Ibrahim Rugovës. Tash, ne mund të themi po mirë, pas kanë qenë në krajin e duhur, pas kanë qenë me Amerikanë, edhe me qenë me Amerikanë. Prap ti duhet me jabo këtu izmetin, qysh jaboni UÇK-ja, edhe me marë besimin prap të Amerikanëve, edhe ka marë, prap besimin e ka marë, edhe vetë UÇK-ja. Po është, mu sakrifiku pak, mu ndjerësit pak, mu bërgose, mu ndjeke, mu grohe. Kështu e shoh në edhe situatë edhe të Sali Berishës, e shoh edhe të Ibrahim Rugovës. E ketja që ju konë që këtu, kur vendosës në situatë tillë, pesqujmë, ndikushmëria, vazaliteti, qysh dush për i thujnë, njerëzit për rreth edhe fillojnë korruptohen. Se ndjehen komand, do të thonë një madhi për mbështet, për të atjerë, unë nuk, një. Edhe kur filloj lufta, filloj sanksione, njerëzit që i ka pas për rreth, Sali Berisha kanë fillu dhe tregtin me armë. E kanë furnizu dhe edhe Serbinë me naftë, në realitet, më falni. Me naftë që i ka shfrytzu tankset e automjetet të Serbisë.